Pyet sot ndikojnë drejt për drejtë ndjenjat, afrimet dhe vendimet në dashuri. Disa shenja të horoskopit përjetojnë emocione më të forta, rikthime të papritura dhe mundësi reale për të nisur ose forcuar një lidhje, ja cilat janë shenjat që kanë fat në dashuri. Binjakët, do të jetë kohë pozitive për kontaktet, njohje dhe flirtin. Ata që janë vetëm kanë më shumë shanse të tërheqin dikë interesant, ndërsa çiftet komunikojnë më hapur dhe zgjidhin keq kuptime. Shqiptari, Venusi nis të ndikojë pozitivisht dhe sill emocione të forta. Një ndjenjë e re ose një afrim i rëndësishëm mund të lindë sot. Intuita është e fortë dhe ndihmon në zgjedhje të drejta në dashuri. Peshqit, një nga shenjat më të favorizuara, dëshira për lidhje të thellë rritet dhe ka mundësi për një njohje që mund të kthehet në diçka serioze. Çiftet përjetojnë me shumë butësi dhe mirëkuptim. Akrepi, kohë të mira për sqarime dhe afrime emocionale. Problemet e ditëve të kaluara mund të kapërcehen dhe marrëdhëniet forcohen, sidomos nëse kanë ndjenja të sinqerta. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.